Tetori njihet si muaji roz, që i kushtohet vedisimit dhe sensibilizimit për kancerin e gjirit. Në këtë muaj, përveç mbështetjes morale, një nga mënyrat më të rëndësishme për të shpëtuar jetë është edhe dhurimi i gjakut. Çdo pikë gjaku ka rëndësi, sidomos për pacientët që përballen çdo ditë me këtë sëmundje. Bahrije Halili Gjocaj, drejtoresh në transfuzionin e gjakut, ka thënë se vazhdimisht dhurohet gjak, por ka raste që janë në mungesë kryesisht të grupeve me RH negative. Në qendrën kombëtare transfuzionit të gjakut, dhurimi në numër të gjakut ne kemi ditor, javor, mujor, vjetor, po është 1% e këngjarit. Qëllimi im i dhurimit të gjakut është që të gjithë dhuruesit e gjakut të shndrohen në dhurues vullnetar. Pse në dhurues vullnetar? Sepse gjaku duhet të dhurohet në momentet kur tije ose dhuruesi të jetë në gjendjen më të mirë emocionale, do të thotë të dhuroj gjak kur jetë i shëndosh. Gjaku është shpëtimi i jetës. Sa i përket numrit dhuruesve ditore, kohëve të fundit e kena pas gati 100 hyrje në ditore, çka është për të krenuar. Në qendrën kombëtare transfuzionit të gjakut për momentin nuk mungon asnjë grup, por grupet që mungojnë ose kërkohen pak më shumë, pastaj popullata e merr që mungon, janë grupet me RH negative. Sa i përket grupeve të gjakut, në popullat të dhuruesit duhet ditur se dhurimet e gjakut ka grupin e gjakut ABO sistemi dhe RH sistemi. Ato që mungojnë janë RH sistemi pozitiv dhe negativ, ai negativi është më i rrallë. Çka do të thotë mundet me mungu A negativi, B negativi, AB negativi, 0 negativi, për arsye se në gjithë botën kjo përqindja e dhurimeve të grupeve të gjakut me RH negativ është më e vogël, nuk është vetëm tani. Do të thotë zakonisht mungojnë grupet me RH sistem negativ. Qendra kombëtare transfuzionit të gjakut është institucion qendror kombëtar, do të thotë shtetëror që i mbulon të gjitha klinikat. Duke filluar prej qendrës mjekësia terciare, do thot nivel terciar që kjo këja, qendrat regionale ku edhe i kem qendrat tona gjakut ku edhe ata marrin gjak, punojnë gjak për pacient, punojnë grupe të gjitha. Pastaj i forminizojmë edhe gjitha spitalet publiko-private, cilë kanë marrëveshje me Ministrinë e Shëndetësisë dhe me neve. Kanë një marrëveshje memorandumi, cilët jemi të obligum të mbulojmë me kërkesat të gjakut. Vitin e kaluar kemi pas mesazhin dhuro gjak, shpëtoj jetë, sensibilizohem me muajin roz, çka është një ndjenja veçantë të dhurosh sepse në ato momente kritike në fazat e fundit terminale të spitalit onkologjike dominante është kërkesa për gjak, trombocitë dhe komponente të tjera të gjakut. Kisha bë apel të dhuroj çdo njeri që ka shëndetin e plotë. Fatmir Haxholli është dhurues i rregullt i gjakut, jep mesazhe edhe për të tjerët që të bashkohen në iniciativën më bamirëse, të cilën e quan ai dhurimin e gjakut për personat në nevojë. Unë mendoj që akti i dhurimit të gjakut është një akt modest, i cili përpos se na fisnikron, mendoj që i kontribuon rikthimet në përhapjen e kulturës së solidaritetit, e cila është duke u kurrur, por që ka qenë karakteristikë tipike asoj se çfarë jemi si shoqëni, si komunitet, po mendoj që duhet të kthehet në praktikë shtetërore në kuptimin të jetë sa më përhapur. Unë jam Fatmir Haxholli, vi prej Ministrisë Punëve të Jashtme, po ajo ka pak rëndësi. Mendoj që një pikpamje më impozante këtu kushdo që vjen është me po çfarë kanë bërë njerëzit. Për shembull e keni fotografinë e Adem Jasharit dhe Zahir Bajazitit. Mendoj që kjo na kthen, sidomos mu që kam arrit me pa edhe me përjetuar atë kohë vështirë. Mendoj që na kthen ndjenjat për atë se sa pak bëjmë në krahasim me çfarë kanë bërë ata për me sjell këtë ditë. Kështu që unë mendoj që nuk duhet të reduktohet akti i dhurimit të gjakut në një akt i cili shpëton vetëm jetë, sepse nevojat në sektorin shëndetësor për gjak janë të përditshme dhe shpesh mungojnë grupe të caktuara të gjakut dhe ne duhet të japim gjak kur nuk kemi nevojë, në mënyrë që të kemi kontingjente të mjaftuara atëherë kur ka nevojë. Kështu që mendoj që i shërben asoj kulture dhe asoj se çfarë jemi dhe ku po shkojmë si shoqëni.
Ndërsa, sipas drejtorit të klinikës së onkologjisë, Ilir Kurtishi, gjatë 9 muajve të këtij viti janë diagnostikuar mbi 300 raste të prekura me kancer të gjirit, kryesisht të moshave të mesme. Prej tyre, me këtë sëmundje po përballen 2 burra. Kurtishi thekson se klinika e onkologjisë shumicën e banave i siguron vetë, ndërsa infrastruktura dhe kushtet për pacientët janë më të përshtatshme krahasuar me vitet paraprake. Për 9 mujorin e parë vitit 2025 kemi regjistru ose evidentu në klinikën e onkologjisë rreth 330 femra me kancer të gjirit dhe 2 meshkuj. Edhe ky numër është i njëjtë me vitin paraprak, dhe deri në fund të vitit 2025 mund të jenë rreth numër i njëjtë ose rreth 450-480 femra të smura ose të identifikuara për herë të parë me kancer të gjirit, që i bën numër i njëjtë me vitin 2024 dhe shpresojmë që ky trend të mbahet. Dhe në këtë mënyrë jemi në një pozitë më të mirë për trajtimin e gjithë këtyre rasteve të cilët kanë nevojë për trajtim onkologjik. Ne jemi të furnizuar në mënyrë të rregullt me bana, ka pas periudha kur ka munguar ndonjë ilaç, por zakonisht kanë munguar bana të cilët nuk kanë qenë me autorizim marketingu, dhe së fundmi ne jemi të furnizuar këto 2-3 javë të fundit edhe me disa produkte që kanë qenë mungesë pak disa javore, dhe jemi shumë mirë, do të shpresojmë që ky trend i furnizimit vazhdoj edhe këtë muaj dhe ne të mbulomi, pra të kemi një mbulueshmëri të mirë me banat e listës esenciale për gjithë ata pacientë të cilët kanë nevojë. Ajo që është më e rëndësishme është se për terapitë shumë sofistikuara dhe veçanta në klinikë ekzistojnë, siç janë ato imunoterapi, target terapi, terapitë biologjike dhe terapitë e veçanta, të cilët ne i përdorim për trajtimin e pacientëve tanë të cilët kanë nevojë për to. Pra duhet të bëjmë edhe më tepër në aspektin e edukimit shëndetësor dhe pacientë tanë, edhe pse janë të vëdësuar, jo vetëm pacientë, por qytetarët tanë, kjo të vazhdoj më shumë dhe të kemi një qasje më proaktive sa i përket shëndetit dhe të luajmë një rol të veçantë ose krucial që smundjen, nëse ajo lajmërohet e ne ta zbulojmë herët, dhe kjo bëhet duke mos hezituar me bë vizitat e mjeku, por duke u lajmëruar te mjeku familjar primarisht dhe pastaj deri te diagnostikimi korrekt i kësaj smundje, jo vetëm për kancer të gjirit, por edhe llojeve tjera të smundjes, në mënyrë që smundja të jetë e detektueshme herët dhe pastaj të jetë e mjekueshme sa më mirë. Me qenë se klinika trajton tumorët të adultët, ne pacientët ose pacientin më të ri kem pas 19-20 vjeçar, po këtë vit kem pas edhe femra dhe meshkuj, pacient nga mosha 23 deri në 30 vjet, disa nga ta, dhe sidomos me kancer testiseve të meshkujt ose kancer të gjirit apo edhe vezoreve të femrat, po gjithë nga ata kanë marrë një trajtim të sofistikuar dhe ata janë shëndoshë mirë. Në të njëjtën kohë ne do të trajtojmë pacientë në mosha të shtyra, nuk ka limit, dhe normalisht pas moshës 70 vjeçare, 75 vjeçare, dhe format e mjekimit janë më pak agresive dhe mënyra e mjekimit dallon në një përqindje të caktuar me trajtimet të cilët janë të veçanta, janë të sofistikuara për pacientë të cilët kanë një shëndet, një moshë më të re pak dhe kanë një gjendje fizike më të mirë. Tetori njihet si muaj sensibilizimi për kancerin e gjirit. Për gratë, rekomandohet të bëjnë kontrolle të vazhdueshme për shëndet më të mirë dhe për parandalimin e çdo lloji sëmundjeje.